Të paktën 26 persona kanë humbur jetën pasi një tërmet i fuqishëm me magnitudë 7.4 goditi Kolumbinë. Shumica e viktimave u shënuan në qytetin e Pereieras, ku shumë të tjerë mbetën të bllokuar në ndërtesat që u shembën, tha kryebashkiaku, i cili e cilësoi situatën kritike. Epiqendra ishte në San José del Palmar, një komunitet prej rreth 4800 banorësh në perëndim të Bogotës. Disa ndërtesa në kryeqytetin e Kolumbisë u evakuuan, ndërsa Cali, qyteti i tretë më i madh në vend, gjithashtu raportoi dëme të mëdha. Autoriteti i aviacionit civil të Kolumbisë tha se fluturimet u pezulluan përkohësisht në disa aeroporte, derisa të vlerësohej shkalla e dëmeve. Lëkundit u ndje në Ekuador dhe deri në Panama në veri, e gjithashtu në Venezuelën fqinje, që u godit nga 2 tërmete shkatëruese në qershor. Presidenti sapo emëruar i Kolumbisë, Abelardo de la Espriella, tha të hënën se kishte marrë personalisht përsipër reagimin emergjent të qeverisë ndaj emergjencës pas tërmetit që goditi vendin. Tërmetet e vogla të njohura si temblores janë të zakonshme në Kolumbinë qendrore dhe perëndimore, por ato me magnitudë 6 janë të rralla. Në vitin 1999, një tërmet me magnitudë 6.2 pranë qytetit të Armenisë vrau më shumë se 1100 njerëz.